Në gjykatën themelore të Strugës u mbajt seanca përmbyllëse e procesi gjyqësor në të cilin kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko ka paditur Bekim Qokun për shpifje. Padia lidhet me një postim publik në të cilin Qoku e ka akuzuar Merkon për korrupsion. Pohimi im në një Facebook thjesht ishte një nga deklarimet që vinë si rezultat i akuzave që vinë nga të gjitha anët. Kjo sa i përket që ka pësuar dhimbje shpirtërore, që pohon ky dhe që ka vizituar psikiatrin në manastir, vetëm nga një deklarate imja në atë kohë si aktivist politik. Pra, kjo deklaratë është bërë diku në mars 2023, kur s'kam qenë i përfshirë në asnjë parti politike. Qoku, që është deputet i Vlenit dhe këshilltar i kryeministrit të Kosovës për Maqedoninë, thotë se është absurde arsyeja e Merkos për padi, se statusi ka shkaktuar dhimbje shpirtërore, pasi siç shprehet Qoku në Maqedoni ka pasur tragjedi që dhimbja nuk përshkruhet me fjalë. Është pak absurde dhe sarkastike kur e dim dhimbjen shpirtërore që kanë pësuar të gjitha ata viktima, sidomos tani me zjarrin në Koçan, sidomos me aksidenten me autobus dhe me spitalin modular. Pra do ishte ironike të flasim për dhimbjen shpirtërore të një politikani. Mbrojtja e Merkos kërkoi nga gjykata ta pranoj padin, pasi sipas tyre Qoku i ka shkaktuar dhimbje shpirtërore Merkos dhe i ka cenuar nderin dhe reputacionin. Nga ana tjetër, mbrojtja e Qokut kërkoi që gjykata ta hedhë poshtë padin, duke theksuar se në këtë rast ai ka shprehur mendimin e tij lidhur me zhvillimet në BDI, si dhe për paditësin që është kryetari i komunës së Strugës dhe se nuk ka pasur asnjë arsye për ta fyer apo shpifur ndaj tij. Aktgjykimi do të shpallet më vonë. Merko kërkon konstatimin e përgjegjësisë për fyerje të bërë dhe kompensim të dëmit në vlerë prej 30.000 denarësh.